Ministri i Punëve të Jashtme Nikola Dimitrov dhe zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani patën një mëngjes pune me ekspertin e BE-s Reinhard Priebe. Siç njoftoi MPB-ja, ministrat para ekspertit evropian e kanë afirmuar dedikimin e qeverisë së re për realizimin e reformave të domosdoshme për integrim në BE. Priebe e theksoi domosdoshmërinë për një angazhim më të madh dhe mobilizim të institucioneve relevante për zbatimin e rekomandimeve dhe njëkohësisht e ka riafirmuar dedikimin e ekipit të ekspertëve për ta ndihmuar Maqedoninë. Google dënohet me 2.4 miliard euro nga Komisioni Evropian pas vendimit të Komisionit sipas të cilit kjo kompani ka keq përdorur fuqinë e saj dhe ka promovuar blerje të materialeve të saj. Bëhet fjalë për dënimin më të lartë në para të cilin deri më sot e ka marrë ndonjë kompani. Sipas Komisionit, Google nuk u ka lejuar konkurrencë të drejtave evropianëve dhe u ka shkurtuar mundësinë për zgjedhje gjatë blerjes përmes internetit. Amerika i ka paralajmëruar autoritetet siriane se ka indikacione për përgatitje për një sulm të ri kimik dhe paralajmëroi presidentin Bashar al-Assad se nëse ndodh një gjë e tillë, fajin do ta ketë ai dhe Rusia. Sipas shtëpisë së bardhë, aktivitetet në Siri të cilat ato i kanë ndjekur ngjasojnë me ato para sulmit të fundit kimik, pas të cilit Donald Trump urdhëroi bombardimin e bazës ushtarake në Siri.